Mirë se erdhët në Rezën tonë. Siç e përmenda, tema që kemi zgjedhur për ditën e sotme për të diskutuar me nutricionistin dhe specialistin e mjekësisë holistike dhe naturopatike Altin Joka është pikërisht ajo çka ne e bluajmë e mendojmë vazhdimisht në mendjen tonë në lidhje me raftet e supermarketeve, produktet që konsumojmë. Apo ham atë realisht çfarë shkruhet në etiketat e produkteve që blejmë, çfarë po ham realisht. E vërteta dhe manipulimet pas etiketave ushqimore, si të lexojmë etiketa dhe të mësojmë se çfarë fshihet në produkt. Shpeshherë, për shembull, në këto rafte shumë produkte duken të shëndetshme, duken të shkruara bio, light, natyrale, pa sheqer etj. Por sa e vërtetë është ajo që shkruhet në etiketë. Për të gjitha këto, do të marrim një shpjegim, një studim të mirëfill që Altin Joka do të na jap mundësinë tani ta dëgjojmë. Përshëndes fillimisht, është drejt për së drejti nga Suedia. Faleminderit Altin për kohën. Falenderit juve, ju falenderoj dhe më lejoni që falenderoj një për përzgjedhjen e temës, sepse nuk është një temë që është rrahur dhe diskutuar shumë, as në media, por edhe në rrjetet e profesionistëve, edhe pse na përfshin të gjithëve. Kështu që mund të them që është një temë vërtet shumë interesante dhe që patjetër duhet zhvillohen më shumë tema për këtë lloj problemi që ti hase në momentin e parë që e ke zgjedhur. Sepse edhe unë, si ti edhe si kushdo që na ndjek, jemi konsumator, kemi filluar të jemi ndoshta pak më të përgjegjshëm, më të ndërgjegjshëm, më selektiv, themi bën as bën ky produkt, aq më tepër në një mori produktesh që na sjell industria. Duke nisur nga vetja Altin, për shembull ti kur ble një produkt, e studion mirë, e lexon çfarë ka, çfarë përmban, apo e merr kështu flesh, që se besoj, por po të pyes një herë. Në qoftë se zgjedh shumë pak produkte të paketuara, pra të ambalazhuara, ose të përpunuara ose ultra të përpunuara, normalisht puna është më e lehtë për përzgjedhjen e tyre. Unë zakonisht jam vëretur ose më shumë bazohem tek produktet që kanë vetëm 1 ose 2 përbërës, në maksimumin e tyre 3 përbërës. Kam krijuar një memorie për produktet që zgjedh dhe kështu që jam konsekuent në ato që zgjedh, nuk para e ndryshoj ose të eksperimentoj, nuk gënjem kollaj nga marketingu apo nga estetika e produktit, pra nga paketimi, apo dhe nga reklama që bëhet, apo ndoshta edhe nga oferta. Kështu që këto produkte janë të pakta në përqindje në krahasim me ato që unë zgjedh. Më shumë unë zgjedh produkte të cilat janë me një përbërës ose ato që janë të hapura, siç janë perimet, frutat, ndoshta mishin apo elemente të tjerë. Por në kohën që jetojmë, a mund t'ju besojmë etiketimeve ushqimore që blejmë? Ta kthejmë pyetjen në një formë tjetër. Në qoftë se në etiketë tek ajo që dumeni, do shkruaj: ky produkt ndikon në dëmtimin e shëndetit të fëmijës suaj. Ky produkt i sjell fëmijës tuaj diabet dhe në të ardhmen kancer. Por nuk shkruhet kjo në etiketë. Nuk e kemi lexuar diku. Unë e nisa kështu, në qoftë se do shkruhet në një produkt një gjë e tillë. A kishit për ta marrë ju? Jo. Absolutisht askush. Por në qoftë se ne marrim një produkt, e zbërthejmë këtë produkt në detaje, pra i marrim të tëra elementet dhe i vendosim në raft këtij produkti. Pra e heqim, pra e shpërbëjmë këtë produkt. A do shiteshin to veç e veç ato që ka produkti? Absolutisht përsëri nuk kishin për të shituar. Por ne e dim shumë mirë që në raftet tona shumica e këtyre gjërave që unë të thash, apo dhe kjo formulë nuk shkruhet. Megjithatë ne duhet të dimë dhe shumë gjëra nuk i kuptojmë, shumë gjëra edhe na kanë imponuar sidomos industrisë dhe kanë pikërisht kanë shfrytzuar këtë pikë të dobët tona që ne nuk kemi informacion, që ne nuk e lexojmë, që ne nuk paramendojmë shumë dhe pyetja që duhet ndjedhim është çfarë po ham ne realisht tek ai produkt që ne marrim që është i etiketuar. Leximi i etiketave është një motiv i cili duhet të edukoj fëmijët tanë, duhet të edukoj edhe ne, duhet të edukoj edhe institucionet. Pra duhet të fillojë një edukim dhe një ndërgjegjësim që të jetë permanent, sepse në fund fundit është një akt mbrojtje jo vetëm personal, por dhe jetës sonë. Dhe pikërisht zgjedhja jonë fillon nga ndërgjegjësimi. Çdo blerje që ne bëjmë në pas të një etikete që ne nuk e shohim, është një vot, ashtu siç votohet, për shëndetin mirë ose keq. Tani, në qoftë se marrim një etiketë dhe do shkojmë ta lexojmë. Aty ndodhen, po ta shikojnë shumica e njerëzve nuk i kuptojnë, sepse shumica e fjalëve që janë shkruar aty nuk i njohin.
Në shumicë raste, madje as nuk e lexojnë. Dhe kjo është ajo dobësia që thash apo thelbi i industrisë që na mashtroi. E para nuk i lexojmë. E para nuk i lexojmë, të jemi të sinqert me këtë pjesë, se kemi kulturë për t'i lexuar. Por edhe kur i lexojmë ne nuk i kuptojmë. Po. Ne nuk i kemi kulturën sepse nuk është bërë një mjet edukativ as për fëmijët. Nuk kemi marrë ndonjëherë fëmijën tonë, ta çojmë në supermarket dhe themi lexohet të keqen mami ose babi çfarë ka mbrapa etiketës, ky përbërës ta kesh kujdes. Dhe fëmia në atë moshë mëson nga ky produkt. Dhe në të ardhmen fëmia di çfarë të zgjidhë, pra merr një memori. Por ne më shumë e lëmë në teknologji ose në shumë aspekte të tjera fëmijët që të luajnë dhe nuk merrem me këtë që është diçka shumë thelbësore. Por përveç kësaj, edhe kur lexojmë etiketat, neve shumicën e këtyre lëndëve që janë mbrapa etiketës së shënuar, që janë edhe me shkrime të vogla, se kjo është një tjetër problem që nuk duket fare, po është një maskim. Ky është një maskim shkrimi kaq i vogël që edhe ti mos i kuptosh, por edhe janë transformuar. Në aspekti ligjor këto kompani janë në rregull, por nga aspekti po ti shikosh se si kanë devijuar, mund të themi se kjo është një lloj mashtrimi. Pra mund të themi që etiketat nuk janë aty për të na treguar ne të vërtetën. Ata janë aty për të na bindur që ne duhet ta blejmë sa më shpesh të produkt. Që ne nuk duhet ta mendojmë fare kur e blejmë të produkt, që duhet ta shikojmë vetëm në pjesën e parë të produkt, që ky produkt është i sigurt, por realisht është komplet ndryshe. Shumë kompani ushqimore përdorin slogane të produkteve dhe fjalë të bukura, të cilët krijojnë besim, krijojnë marketing shumë të mirë, por pas fjalëve mbrapa shoh çfarë kanë bërë. Për shembull, fjalën sheqer, ata e kanë komplet transformuar dhe kanë shkruar dektroz, maltoz, fruktoz, glukoz dhe 61 emra që mund të jenë tek mishi, tek sheqeri. Dhe ky është sheqeri i fshehur. Po përveç këtyre, nuk e shënojnë që ka krip, po shënojnë sodium. Ku shënojnë problemet e yndyrnave, e ndaj në 4-5 mënyra të ndryshme yndyrnave. Ku shikojnë nivelin e konservant, thonë nuk ka konservant, por dhe në moment të gënjemi, po ajo ka aroma artificiale, ka ngjyrues. Vërtet nuk ka konservant, po ka ngjyrues, dhe ky është një problem i madh. Atëherë këto janë kamuflime gjymësore që ky produkt të shitet. Pra, në qoftë se ky produkt do shënonte, përmban bojë, përmban aroma artificiale, përmban kimikate, përmban sheqer, përmban dëmtues sistemit endokrin, a kishin për t'i blerë këto? Absolutisht jo. Pra, trosh, në shumicë të rasteve ne mashtrohemi nga etiketat dhe nga përbërësit. Pra, pyetjes tua që ti the, a mund t'i besojmë etiketimeve ushqimore sot? Unë mendoj që jo, nuk mund t'i besoj se një pjesë e tyre janë kamuflime dhe mashtrime. Altin, po termat për shembull si bio, natyral, apo pa sheqer ju e thatë në fakt, a kanë këto vlerë të saktë ligjore apo janë thjesht marketing? A ka produkte bio kur shkruhen në paketime? Atëre, një pjesë e këtyre produkteve si bio, natyral, pa sheqer që thuat organike të tjerë, në farë mënyrë janë dhe i marketing. Janë pjesërisht të rregulluara dhe ligjërisht, por shpesh ne përdorim në mënyrë edhe mashtruese marketingu. Ja ta shikojmë konkretisht. Marrim fjalën organik. Rregulloret e fjalës organik duhet, pra pjesa organik duhet përmbajë afërsisht 90-95% të produkteve organike sipas ligjeve në Bashkimin Evropian, por edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por çfarë ndodh? Në përgjithësi kur çohet një produkt të miratohet në institucione dhe në laboratore dhe në institute të ndryshme, produktet çohet sasia, cilësia më e mirë e këtij produkti. Më pas është ajo që ti duhet ta vetë kontrollosh. Pra e mban vetë përgjegjësinë ti si kompani. Dhe më pas kur miratohet në fabrikë, prodhimi është parë që del në cilësi të ndryshme. Dhe është parë që ky prodhim organik nuk është më shumë se 70% në një pjesë të madhe të rasteve. Do të tregon që 30% të këtij produkti nuk është organik. Atëherë tu kemi një mashtrim. E para, e dyta, kur themi kemi një element tjetër që kemi natyral. Natyral, fjala natyral nuk është e rregulluar në ligj dhe nuk është e ndarë në ligj që çfarë përmban fjala natyral. Pra, ka disa kufizime në ligj, qoftë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe në sidomos në Bashkimin Evropian, por përsëri ai fut aroma natyrale. Ai fut aroma natyrale të cilët janë kimikisht të modifikuara, të cilat apo fut ushqim natyral dhe brenda ka vajra të hidrogenizuara, apo ka shumë frutash, atëherë nuk mund ta quajmë natyral. Sa ai është përbër, ose kur themi për shembull është pa nivele të larta sheqeri, ose pa sheqer fare. Çfarë konceptoj pa sheqer? Që duhet ketë një sasi minimale të sheqerit 0.5 gram në 100 gram produkt. Pra kjo është ligji si rregull. Por ata kanë futur shurupin e frutave të thata. Duke futur shurupin e frutave të thata, duke futur për shembull xylitolin, duke futur elemente të tjerë të sheqernave, apo dhe sukralozë. Sepse sheqeri ka një 35 emra me sa di unë, a më shumë. 61 emra. 61 emra në mënyra. Po, fusim aspartamin,
atëre ai ka eliminuar ti që është pa sheqer. Tani le të shikojmë se kush janë komponentë të tjerë që ne mund të themi që kjo është e keqe, po, që duhet të shikojmë. Sasinë e sheqerit, që ne duhet ta lexojmë, se është shumë e rëndësishme. Sasinë e lartë të yndyrnave, që ne duhet ta lexojmë. Sasinë e sodiumit dhe të kripës, që është shumë determinante. Dhe mbrapa në qoftë një etiketë ka më shumë se 5-6 përbërës, për mendimin tim ajo etiketë ka probleme ose ai produkt ka probleme me përpunimin e tepërt. Por të shikojmë se kush është i renditur në bazë të radhës. Në qoftë se sheqeri zë, sepse shoh çfarë hile po bëhet sot. Sheqeri zë vendin e 4-5 në një etiketë, por faktikisht ai produkt ka 3 emra të ndryshme sheqeri. Prandaj dhe zë vendin e 3, të 5 dhe të 6. Po ti mbledhim sasinë e sheqerit, megjithëse atje thot 5 gram, për shembull, atje është 5 gram për një porcion të vogël, që mund të jetë për shembull 30 gram. Por ne nuk konsumojmë 30 gram, ne konsumojmë 70 ose 100 gram. Po ta mbledhim, i bie që të kemi rreth 10 gram sheqer. Po të mbledhim të 3 formulat e sheqerit brenda, aty janë më shumë se sa 15-20 gram. E kuptova, pra kjo sasi që është për 100 gram, pra për një masë më të vogël të rekomanduar. Jo për 100 gram, në shumë raste është vetëm për një porcion, dhe një porcion mund të jetë 30 gram. Ka porcione që janë 50 gram, ka porcione që janë 70 gram, pra e thot për porcion. Dhe tjetra, sheqeri është i ndarë për shembull ka 3 lloj sheqerash të ndryshme të futur brenda në etiketë. Tani po ti mbledhim ato, se njëra është 2 gram, njëra është 3.5 gram, njëra është 4 gram. Po ti mbledhim këto, ne kujtojmë se kemi marrë vetëm 2 gram sheqer, por faktikisht në formulën që kanë dhënë ata, pra me manipulimin ose me fshehjen, mund të themi me emra të ndryshëm, ka sjell pikërisht këtë lloj problemi. Po atëherë si bie tani të mos blejmë asnjë produkt, të mos konsumojmë asgjë, të mos shkojmë asnjëherë në rrafte, si të zgjedhim atëherë. Shiko, unë kam shkruar dhe dje në një postim. Në qoftë se duam që të shikojmë në aspektin kombëtar shëndetin e popullatës në të ardhmen, nuk duhet të fokusohemi te spitalet, por te supermarketet. Duhet te supermarketet dhe te prodhimi industrial. Pasi 70% të gjithë problemeve tona shëndetësore vijnë pikërisht nga ushqimi. Dhe në rast se ne i kapim gjërat nuk i kapim nga këmbët ose nga koka, pasi kapim fort, dhe një nga këto është pjesa e kontrollit apo e vendosjes të disa ligjeve edhe më të rreta për të ndaluar edhe sasinë e sheqerit, sasinë e kripës me liq. Për shembull në Suedi, një pije për shembull freskuese është 1.5 gram më pak me liq se sa në Shqipëri. E ka vendosur me liq. Po ashtu është rreth 2 gram më pak një patatin e madhe në krip se sa në Shqipëri. Se ka vendosur me liq. Dhe Suedia madje ka ulur dhe 0.5 gram madje nivelin e sheqerit në disa produkte deri në 2 gram në disa produkte. Një kos frutash në Shqipëri është më i ëmbël ose ka më shumë sheqer, pra këto përpunimet e sheqerit që nuk shkuajnë sheqer, por kanë elemente të tjera, si ka fruktozë, galaktozë e tjera, maltozë. Në Suedi është më pak sepse është vendosur me liq. Pra këtu duhet bërë e para. Por përsëri në Suedi duhet bërë shumë më tepër, ose Suedia është shumë mirë. Përsëri ka një problem. Ne duhet të shikojmë, kur shikojmë një etiketë, të shohim a ka shkruar emra shurup dhe emra me mbiemër me fundin oz, pra glukoz, dektroz, maktoz, të gjitha këto janë familje sheqerit. Po janë të gjitha përpunuara, edhe sheqer hurmash, sepse janë të gjitha të konservuar tu. Pra kemi dektrozën, laktozën, maltozën, sukrozën, 61, kemi shurupin e mistrit, kemi mjaltin, edhe te produkte organike madje. Po të shikosh, thot atje produkte organike. Po të shikojmë disa nga këto produkte, ne kuptojmë që këtu janë produkte vërtet organike dhe thot është një produkt organik, por edhe me mjalt organik. Po ta shikosh, në përbërje, ajo ka 2 deri në 3% mjalt. Pra është e pa llogaritshme dhe ai vetëm për atë 2-3% njeriu t'i ngjelet në mendje kur thot produkt me këtë dhe me mjalt organik. Atëre një person thot që ka me mjalt organik dhe gjithë produkti se ti çfarë të ngjelet në mendje ty te një etiketë? Kur shkon fjala natyral, bio, apo një produkt tjetër apo natyral, kjo të ngjelet në mendje. Atëre apo me fibra të shtuar apo integrale, këto të ngelen në mendje. Faktikisht, te ky mjalti për shembull ose mjalti në përbërësin e tyre është vetëm 2 gram. Pra vetëm 2 gram mund të kuptojmë një gjë të tillë. Atëherë është një strategji e gabuar për t'i gënjur dhe t'i mashtruar padyshim konsumatorët, por pse këta prodhuesit i fshehin të dhënat e rëndësishme me emra teknik? Cili është qëllimi? Okej, përveç qëllimit kryesor që ne të gjithëve na shkon në mendje për përshtypime e tjera. Maskimi i produkteve ka kohë që ndodh. Të thamë, janë fshehura gjithë pas një emri caktuar. E para kjo bëhet që konsumatori mos trembet. Sepse duke u trembuar konsumatori, këto industri do dështojnë. Dhe për këtë ne kemi shumë të qartë.
Dhe çfarë kam bërë? Kam bërë për shembull që ai ke para këto emra të shënuar aromë natyrale. Edhe ti kujton se është aromë natyrale. Ose për shembull shënon E621, E102, E144. Janë të gjitha këto emra që janë mbrapa edhe ne kujtojmë se janë përbërës që nuk kanë asnjë problemi. Faktikisht ata janë në rregull në aspektin ligjor, se ashtu e kanë ligji, duhet ndryshojnë. Pra ata e kanë gjetur mënyrat e çarjes të ligjit për të vepruar në këtë mënyrë. Por edhe pse këto janë ekstrakte të përpunuara në laborator një pjesë të tyre, apo në procese industriale, to sjellin probleme. E tjetra është një element që imazhi do prishet I produktit. Dhe këto kompani do falimentojnë. Prandaj dhe këto nuk mund t'i shkruajnë që ka përbërje të kësaj sheqeri. Apo ka përbërje të kësaj arome. Prandaj I shkruajnë të gjitha të ndara në këtë moment. Tjetra është që gjithë këto kompani shfrytëzojnë dhe mos njohurinë e konsumatorit dhe edukatën e tyre. Që nuk e dinë se çfarë kanë përbërjet e tyre. Edhe me atë kodin E që unë thash, që në përgjithësi përdor në Bashkimin Evropian, pra kodi E dhe vazhdohet E100, E199, E299, 399, 400 etj. Ne duhet të kuptojmë se çfarë problematikash kanë këto emrin e plot kimik që duhen shkruar atje, apo aromave natyrale, ku shiten në etiketë. Ja të zëm një rast. E951 sjell dëmtim nervor, sjell probleme të dhimbjeve të kokës, të sistemit endokrin. I cili kush është? Është aspartami, I cili sjell dhe probleme kancerogjene që është vërtetuar në disa studime. Kemi për shembull E621, glutamat natriumin, I cili sjell problemet e dhimbjeve të kokës dhe migrenës, dëmtime dhe probleme dhe në depresion. Kemi një lëndë e cila është E250, e cila është një kancerogjene nëse do konsumohet periodikisht. Është E102, që sjell sidomos te fëmijët alergji dhe hiperaktivitet. Kemi probleme, pra të gjithë këto probleme e këtyre. Pra, këto që ju renditët pra me E përpara, të jemi tashmë më të ndërgjegjshëm që t'i lexojmë në etiketat e produkteve. Po duhet të dimë ata shënon vetëm E, po çfarë është ky E-ja? Se për shembull E102 është tartrazin. Tartrazini sjell alergji dhe probleme të hiperaktivitetit. Ne nuk e dimë se ai nuk e shkruan tartrazin, ai shënon E102. Po njerëzit duhet bëhen të ndërgjegjshëm gradualisht dhe duhet të edukohen edhe nga institucionet, edhe nga nutricionistët, edhe nga dietologët. Duhet flitet më shumë edhe në studio, edhe në emisione televizive, që të kuptohet se çfarë kanë etiketa, sepse ne sot kemi 16.000 aditiv apo 18.000 aditiv janë shtuar në ushqimet tona. 16.000 aditiv dhe lënë ngjyrosës kemi në ushqimet tona që janë të panevojshme. 75% të këtyre aditive janë totalisht panevojshme. Po për të rritur struktura e produktit, për të rritur data e skadencës produktit, që mos dëmtohet produkti, për arsye të shumë elementeve të shijuesve, të kohës që ndron, të ngjyrës, të gjitha, të teksturës, atëherë është bërë që këto janë shtuar dhe vazhdojnë të shtohen. Për ta joshur konsumatorin në fund fundit. Janë shumë të dëmshme. Për shembull E250 që është nitrit natriumi është kancerogjen. Ne e dimë shumë mirë. Atëherë përse përdoren është tjetër çështje kjo. Por ne duhet të jemi të kujdesshëm. Është ngjyra e portokallt, për shembull që është E110, e cila në shumë vende ka filluar të ndalohet edhe të ulet, e cila është shumë e dëmshme. Është E122 që shkakton probleme të urtikarjes, probleme të azmës, probleme të aspekte dermatologjike. Kemi E129, e cila është kancerogjen I vërtetuar tashmë. Apo kemi E133 që është ngjyra blu, që përdoret te pijet energjike, te akulloret, tek shumë ushqime të paketuara që kanë ngjyrën blu, e cila dëmton gjithë sistemin tonë të ADN-s, përkryen gjithë pjesën metabolike, dëmton pjesën e zorëve, sjell probleme në sistemin endokrin dhe problemet me hormonet e tiroideve. Pra janë gjithë, po kemi edhe ruajtës të ndryshëm. Kemi ruajtës në përpijet, për shembull me pijet me gaz që është E221, është E220 që është e frutat e thata të spërkatura, që shkakton probleme me frymarrjen, me mushkrit, me probleme të rënë në sistemin imunitar, apo të mishi I përpunuar që kemi ne është E250 që është një kancerogjen për problemet e zorëve. Pra kemi kaq shumë konservant, kemi kaq shumë përforcues shijes, kemi kaq shumë element kimikat në ushqimet tona që ne duhet I dimë. Ne nuk I dimë në këtë rast. Sepse nuk e kemi kulturën e duhur për t'i lexuar. Tani mund të jetë një logjik praktike që një produkt sa më pak etiketa e shkruar, sa më pak produkte të ketë aty, aq më I lehtë është për ta marrë ne dhe për ta zgjedhur në këtë formë. Pra, është një rrugë e duhur kjo? Sa më pak aq më mirë? Po, patjetër që është më mirë kur tjetër, po duhet të dëgjojmë edhe një gjë.
Kur zoom që parë produktet që shënohen, kemi edhe produkte që janë ato produktet light, me yndyrë të ullët, pa gluten. Ta kuptojnë edhe këtë gjë. Nuk është e thënë që ti ke produkt pa gluten, edhe ai është një pjesë të madhe të produkteve pa gluten, përsëri kanë vajra të hidrogenizuar. Kanë nivele të larta të kripës. Pra duhet ta dim, sepse ne nuk i dim ndonjëherë. Edhe themi ore pse janë këto, është pa gluten, është i mirë ose është light. Light nuk ka, pra një diçka që është, nuk ka një listë të posaçëm që se kjo është për nivele të ulta të kalorisë. Po e gjejmë kryesisht tek krem djathi, tek kosi, tek bulmeti, këtë lloj te pjesë. Po e gjejmë që nga fëmijët trespuse, te djatra, te disa salca, te gjalpra, por kjo nuk do të thotë që ai nuk është i përpunuar. Pra mos gënjemi edhe nga këto, se këto janë goditje të vogla marketingu që bëhet për trurin ton, që luhet me trurin ton. Dhe ky është një nga problemet e tjera që ne duhet dim. Tani, në pyetje që më bët për çfarë ma thuaj edhe një herë këtu? Pra, ne thamë që kur blem një produkt, duhet jemi patjetër të ndërgjegjshëm për të lexuar se çfarë shkruar në etiketën pas këtij produkti. Që do të thotë, nëse ky produkt ka më pak të shkruar nga këta përbërësit, besoj se do të jetë më i lehtë për ne për ta zgjedhur çfarë këshillash, pra 5 hapa këshillash praktike do t'i jepnim ne shikuesve. Për shembull, kam këtu një material. Nëse do të shohim listën e përbërësve tek një produkt, etiketa e tij. Përbërësit renditet normalisht sipas sasisë apo jo, nga më i shumti tek më i pak, tek më pak gramatur. Nëse sheqeri, vaj apo kripa janë të parët që renditen, i bie që ky produkt është apo jo problematik. Në qoftë se sheqeri, vaj edhe parët, po patjetër është më problematiku nga të gjitha. Ashtu? Patjetër që po, patjetër. Do të shikojmë nivelin e yndyrave. Çfarë yndyrësh janë? Janë yndyra trans, janë yndyra ngopura, yndyra pa ngopura, sepse zakonisht në etiketë zakonisht shënohen 3-4 lloje të yndyrave që mund të ketë ky produkt. Po ashtu shënohen disa nga edhe pjesa e karbohidrateve ngatrohet. Pra shkruhet karbohidrate, po brenda karbohidrateve në disa etiketa është i ndërtuar dhe sheqeri. Pra pjesa kryesore e sheqerit do mund të jetë ndoshta dhe pjesa më e madhe e sheqerit. Dhe njerëzit pyeten se kanë marrë një problem me vetëm me karbohidrate. Le të zëm për shembull një lëng frutash. Kemi dëgjuar për shembull një lëng frutash që ne e marrim për fëmijët apo veten tonë, 100% fruta në mënyrë pa sheqer të shtuar. Apo fruta pa sheqer të shtuar, apo natyral, mund të themi. Çfarë ndodh? Në vërtetë është shkruar kështu, po ta shikosh nga mbrapa, në përgjithësi aty shkruar koncentrat i asaj frute, i rushit, i mollës, i dardhës çka kanë bërë. Tjetra ka nivel të aksidit citrik dhe disa elemente që unë do t'i them, apo koncentrateve të tjera. Tani duhet të shikojmë. Gjithë ky koncentrat, pra koncentrat mollës ti është ndërtuar koncentrat i mollës. Ky është një manipulim, se koncentrat i mollës për të bërë, ne dim shumë mirë që ato fruta janë zdier, janë përpunuar, janë marrë niveli i lartë i fruktozës, që është shumë e dëmshme. Dhe ne dim shumë që është shumë e dëmshme. Në ana tjetër, ato kanë maltodekstrinën. Maltodekstrina është një sheqer industrial me nivel më të lartë glikemik se sheqeri i bardhë. Që domethënë e shkatron totalisht pankreasin që në momentin e parë që futet. Por kjo është e maskuar te fjala natyral, sepse seri kemi një lloj manipulimi këtu mund të themi. Po, sepse ajo mund të thotë përpara natyral, bio e të tjerë, po nga mbrapa te etiketa janë të tjerë përbërës aty. Po koncentrati nuk është i të hash një mos freskët, apo siç e ke shtryer. Koncentrati është një lëng i zdier, është reduktuar, koncentruar, ka sasi të larta fruktoze, por duke mos thuar sheqer të shtuar nga jashtë, ai është në rregull me etiketën. Pra ai ka thënë nuk ka sheqer të shtuar, por faktikisht është marrë nga fruktoza dhe nga pjesa tjetër që mund të hedhësh që është shtuar ndoshta atje edhe saharozë të tjerë. Pra është një trik ligjor që ne na ndodh në këtë rast. Dhe kjo ndrohet me një përveç asidit citrik që ai mund të ketë, që është rregullues i aciditetit, por është edhe një konservues, ka edhe elemente të tjerë të cilët mund mos jenë të shëndetshëm, kështu që ky do sjellë problem, mund të ketë natrium benzoati, që është një konservues. Ka natriumi benzoati që është E211, e cila ne dim shumë që është një kancerogjen, në shumë vende të botës madje mund të jetë ndaluar. Pra, po zëm vetëm këtë rast të manipulimit. Në qoftë se do t'ju them mund 2-3 raste, në qoftë se më lejoni 2 raste shumë të shkurtra, të një manipulimi shumë më të madh, që çfarë ndodh? Për shembull, shkruhet bukë integrale me fibra natyral. Është në botë kjo. Pra fibra që në momentin e parë kur ti goditet, bukë integrale me fibra natyral, ti e merr thua, është natyrale, certifikuar e kontrolluar. Çfarë shikon nga mbrapa? Ka 55% grur. Ka pjesën tjetër vaj palme, ka sheqer, ka gluten, pra glutenin e ka sepse është nga gruri, ka melas të shtuar për arsye të ngjyrës,
ka shurup të fruktozës, ka fibra të shtuar dhe aroma natyrale. Tani, le ta shikojmë. Në qoftë se kemi 51% ose 55%, 60% grur, kjo tregon që është i rafinuar. Buka integrale ka 100%. Ka 3 format sheqerit që shehun në etiketë. Pra kemi sheqerin e thjeshtë që është bërë, është melasa dhe shurupi i glukozës dhe i fruktozës. Të shpërndara të 3 në listë dhe ti nuk e kupton se çfarë janë. Kemi vajin e palmës, që është i fshehur mes tyre, dhe kemi fibra. Po ta shikosh në një bukë, fibrat janë 2%. Fibra do të jenë mbi 7% në një bukë, jo 2%. Pra nga kjo 2% ne krijojmë mashtrime. Pra kjo është thjesht për karem që të mashtrohet konsumatori. Kemi një kost natyral me fruta. E shikojmë që ka qumësht pasterizuar në mbrapa, ka shurup të glukozës, që është afërsi 7-8-9% në përgjithësi, ka 5-7% fruta, që mund të jetë banane, lule shtryr dhe boronit, çfarë mund të ketë, dhe ka përforcues shije. Kush është përforcues i shijes? Apo dhe acid citrik ka përforcues shije, ka dhe ngjyrues natyral, që mund të jetë beta karoteni apo tjerë, ka dhe aromë, që mund të jetë banane, lule shtryr dhe çfarë është. Kush është mashtrimi? E para natyrale përmban shurup sheqeri, që është 8-8 ose 9%. Frutat nuk e kanë më shumë se 3-5%. Kjo tregon që kemi sheqer të shtuar. Kemi frutat e konservuara, e koncentruara, që do të thotë që janë të përpunuara. Kanë humbur pjesën më të madhe të tyre të fibrave. Kemi aromat, pra nuk kemi copa të sakta të frutave. Është aroma ajo që është e bananes, e lule shtrydhes, aroma, është ngjyruesi që ta ngjyrosin me ngjyrën e bananes, të lule shtrydhes të tjerave, pra që mund të jetë 160 apo të tjerë, që janë ngjyrues të verë. Pra shoqja etikete. Një nga më të mashtrimet që është bërë për shumë unë kam parë biskota energjike që ka rekomanduar dietologu bile. Biskota energjike me mjalt organik dhe me drithra organike. Po ta shikosh, mielli i rafinuar, sheqer, 4 forma të sheqerit, që nga dektroza, sheqeri mistrit e tjetër, vajin e palmës, mjalti ishte vetëm 2%. Vetëm 2% që ishte ai mjalti organik. Pra paranësi vetëm për atë fjalën organik, pra atë mjaltin 2% organika e ka vënë etiketë. Dhe ka plur drithrash dhe ka 4 element kimikal, E471, E481, edhe të tjera për problemin e teksturës të butë që ty të biskota e mirë, edhe të rezistojnë. Kishte dhe aroma... Tu te këto etë, se i përmendëm disa herë, të gjitha etë janë të dëmshme, apo shumica janë? Jo, nuk janë, ne do t'i njohim se ata janë shumë. Jo të gjitha. Unë zdura disa janë shumë të dëmshme, disa janë pak, varet nga konsumimi. Disa janë pak, disa janë vërtetuar që janë brenda normës, por është i puna një helmi, që ti pi një herë dhe je brenda normës. Pa po themi, po konsumon një cigare dhe thua shoh një cigare nuk më dëmton. Ndërsa 5 cigare më dëmtojnë më tepër. Po përsëri dhe ajo një cigare ka pjesën e dëmit vet. Shikoj ku kemi një mashtrim tjetër. Shikojmë një kost frutash natyral për fëmijë. Dhe themi ka përmbajtje të vitaminës D në etiketë. Që është parë për shembull. Po ta shikosh në etiketë, vitamina D është vetëm 3%. E pa llogaritshme fare e vitaminës D. Plus që është një vitaminë sintetike edhe është vitamina D2 në këtë rast. Pra që ta kuptojmë kur është kjo. Tani, për problemin e përzgjedhjes çfarë duhet bëjmë ne kur zgjedhim ushqimet? Më bët pyetjen. E para njëherë duhet të blejmë gjëra sa më shumë natyrale edhe në dukje, edhe në përbërje. Në qoftë se do marrim gjërat e hapura, pra gjërat po themi pulën, vezën, mishin, peshkun, dritrat, frutat, perimet, kjo është tjetër çështje, problemi që kanë ato kimikatet apo pesticidet është tjetër element. Duhet të shmangim sidomos sën kryesore që quhet ose fjala shurup, pra sën ta kem parasysh, shurup ose ozë në fund, që është dektroza, laktoza, maltoza e tjerë, pra të kem kujdes që mos kenë stati të këtyre. Të kem kujdes tek buka e bardhë, tek brumi i bardhë, tek mielli i bardhë, tek makaronat të plota që janë bardha. Te niveli sodiumit që është shumë i lartë. Sodiumi do të thotë është krip e tepruar. Ata që shkojnë sodium, ne nuk e kuptojmë fare, themi ne nuk pas ka krip kjo. Dhe konsumoj ka shumë njerëz, po nuk pas ka krip, ajo ka 4 gram sodium. Dhe po ta shikosh, madje edhe një patatina ata thon për 40 gram është kaq kripa. Faktikisht patatina është 120 gram. Po ta shumëzosh me 3 del, pastaj mos të themi, po njerëzit kujdes se marrin vetëm aq. Pra, të ndalemi pas këta patatina. Një fëmijë që konsumon një patatinë në ditë për shembull, me një sasi të tepruar 2-3 fishin e normës ditore që duhet të konsumojë të kripës, apo jo? Një rritur po të marrë një patatinë të madhe, mund të marrë edhe sasinë e plotë të gjithë kripës ditore. Ndërsa një fëmijë patjetër kalon 2 fishin, po e kalon në qoftë se do konsumon një të tillë. Probleme me veshkat dhe probleme tjera. Po probleme pastaj janë tjera, po flasim për etiketat. Tjetër, nuk duhet ketë produkti më shumë se sa 4-5 përbërës në maksimumin e tij. Sa më pak përbërës, aq më mirë. Në qoftë edhe shikoje në këto 5
në këto 5 element që ka të parë, pra 5 përbërës, a është sheqeri i treti, i katërt, i pesti, apo karbohidratet, apo stodiumi? Kush është? Pra kjo është kryesorja për të kuptuar në listë. Tjetra të kuptojmë më tepër dhe të ndërgjegjësojmë fëmijët tanë, duke i marrë dhe duke mësuar gjithë to gërmat, tjetrën, nuk po themi çfarë do bëj shteti, apo institucionet, por ne çfarë do të bëjmë. Element tjetër të mundohemi sa më shumë ushqimet e gatshme mos i përdorim. Të eliminojmë sa më shumë ushqimet e gatshme. Të mundohemi të konsumojmë sa më tepër sasinë e ujit dhe jo të konsumojmë pijet. Mos merremi me konceptet e disa dietave apo modën e cila thotë është pa yndyrë, është pa gluten, është pa sheqer, është natyrale. Këto janë disa nga problemet më të mëdha, por te përbërësit ne duhet të shikojmë sa koncentrat ka, a ka nivele të larta të aditivëve apo jo, a ka nivel të glukozës, fruktozës apo gjithë të elementeve të sheqerave apo të karbohidrateve, të sodiumit dhe të ngjyrosjes. Pra duhet të shikojmë a ka ngjyrosje ajo dhe duhet të shikojmë datën e skadencës. Sa më e larg data e skadencës, aq më i përpunuar është produkti. Dhe sa më shumë lënd ose përbërës të ketë një produkt në etiketën e tij, aq më shumë i përpunuar është në veten e tij. Nëse ne kemi vetëm bajame, ka vetëm bajame. Por nëse mbrapa në etiketë shkruan ka bajame, ka kripshtuar, ka dhe në përgjithësi po ta shikosh, madje ka dhe disa aditiv to bajame që janë të mbyllura. Apo edhe kikirikët, apo një pjesë disa arave, apo një pjesë madje edhe te fasulja. Un kam parë te fasulet e paketuar, të cilët kanë 3 përbërës, që si rregull nuk duhet i kenë, por për arsye ruajtje është me keqja më e vogël, mund të them. Kjo është e keqja më e vogël që ne mundet të ndodhim në këtë rast. Pra këtë duhet kemi parasysh ku ne zgjedhim elementet. Gjithçka varet nga eduka nga kultura, nga informimi, se sot mund të kemi gjërësisht informacion të zgjeruar, kështu që konsumatori duhet të jetë shumë i vëmendshëm dhe ne bëjmë mirë që i sjellim edhe këtë tema për tot. Falenderoj shumë Altin për gjitha këshillat. Ishte kënaqësi. Shpresoj të kemi ndihmuar diçka ose të kemi dhënë një kontribut minimal tek njerëzit që të ndërgjegjësojnë, që t'i kontrollojnë këto ose të pyesin dhe të merren emisionet ose televizionet e tjera ta bëjnë edhe si një problem më të madh, por ndoshta edhe institucionet shtetërore që ta bëjnë si pjesë edukative e gjithë popullatës, sepse nga etiketat jemi të prekur të gjithë, te frigoriferët tanë, te tryezat tona, te çantat e fëmijëve tanë, në çdo pjesë ne jemi të prekur edhe sepse paketën e blejmë për supermarkete dhe ushqimet të cilat janë paketuara. Faleminderit shumë Altin. Ditë mbar. Kënaqësi. Mirupafshim. Shihemi të mërkurën e ardhshme, ne kalojmë në publicitet, rikthehemi përsëri.